Jo me këshur me blet një iPhone 1000 euro, po me blet një kurban 400 euro. Për qatë që ka shet, dopta janë, për qatë që ka blin, janë kogjësit e parë. Ka dhe 3.300 euro ka kurban, që është më i madh, 600 kg, 500 kusur kg që ka. Në prag të Kurban Bajramit, tregjet e kafshëve janë mbushur me qytetarë që po bëjnë përgatitjet për festën. Shitësit tregojnë se interesimi këtë vit është shumë i madh, ndërsa çmimet këtë vit ndryshojnë sipas peshës dhe kategorisë së kafshëve. Pi 300 deri 500 dashi shkon, dilja shkon 250 euro, 200. Elhamdulillah, edhe shitja është e mirë. Nuk mundën me u kajtë, se gjëna është me u kajtë. Jo me këshur me blet një iPhone 1000 euro, po me blet një kurban 400 euro, me pre për i zatë zotit. Si vetë janë ma nalë qmimet janë. Varët për mallit që shanë shka, pin 250, 300, 500, që është ta. Po janë bo për gjithë si shtrajt krejt. 200, 250, nën 400 euro ka dash, mendoj. Ka dhe 3.300 euro ka kurban, që është më i madh, 600 kg, 500 kusur kg që ka. Interesimi është gjajti i njëjtë, sikur vitet e kalon, ama si vetë çmimi është më i lartë është për viteve tjera. Çki çmim nuk ka qenë se mbaj mend të 10 vjet të fundit unë se mbaj mend. Për qatë që ka shet, dopta janë, për qatë që ka blin, janë kogjësit e parë. Rinia sotit janë të ble telefona për mi 1.000 euro, 1.500 euro, 2.000 euro, vozit kjerë 50.000 euro, 100.000 euro, nuk ka kadrë për shumë kur të verën herë më të 500 euro me i dhomë. Kurban Bajrami vazhdon të sjell atmosferë festive në tregje, duke ruajtur traditën dhe duke forcuar frymën e solidaritetit mes qytetarëve.